Çrregullimet e shëndetit mendor tek fëmijët janë në rritje. Tregon raporti I fundit I ambasadës së parë të fëmijëve Megjashi. Në linjën e ndihmës për fëmijë Alo Bushafko të Megjashit, gjatë vitit të kaluar, janë pranuar 208 telefonata, prej të cilave më shumë raportime I referohen moshës 7 deri në 9 vjeç. Problemet më të zakonshme ishin të lidhura me shëndetin mendor, problemet e frikës, ankthit dhe zemërimit. Kreu I Megjashit Dragi Zmianat tha se shqetësues është fakti që fëmijët përballen me pasoja të ndryshme, duke përfunduar edhe në mendim apo tentim për vetvrasje. Numri më I madh I raportimeve I referohen shëndetit mendor në raportin e fundit. Përqindja e raportimeve për shëndetin mendor dukshëm është rritur. Pra, çrregullimet e shëndetit mendor janë në rritje me të gjitha pasojat, me të cilat përballen fëmijët. Ajo që më shumë na shqetëson është se vitin e kaluar kemi pasur 3 përpjekje për vetvrasje apo mendim për vetvrasje, por kemi reaguar menjëherë me ndihmën e policisë dhe kemi arritur të shpëtojmë jetë të reja. Këtë vit, të dhënat flasin se kemi rritje dhe vetëm në 3 mujorin e parë janë 5 raste të tilla. Raporti vjetor I organizatës tregon se 74.2% I të gjitha rasteve të raportuara kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Në raportime 97 fëmijë janë ankuar për frikë dhe ankth, 93 për vështirësi me zemërim dhe 79 fëmijë kanë shprehur shqetësim të thellë për veten e tyre. Megjashi apelon për bashkëpunim më të fortë ndërsektorial, shërbime më të mira të shëndetit mendor për fëmijët, si dhe rritje të ndjeshmërisë së shkollave dhe familjeve në njohjen dhe trajtimin e këtyre problemeve.